Për të 16 ditë radhazi, qytetarët kanë vazhduar protestën e tyre, ku kanë kërkuar largimin e qeverisë socialiste dhe kryeministrit Edi Rama. Si zakonisht, qytetarët nisën marshimin e tyre nga sheshi Skënderbej dhe më pas janë drejtuar drejt godinës së kryeministrisë. Në fjalimet e tyre, qytetarët i kanë bërë thirrje kryeministrit Rama që të ndalojë presionet nëpërmjet patronazhistëve dhe punonjësve të administratës shtetërore. Ata kanë ritheksuar se nuk do të pranojnë kurrë të negociojnë, teksa zgjidhja e vetme që do të pranojnë është dorëheqja e shefit të qeverisë. Dhe ja ku vjen tallja më e madhe e kryeministrit, që guxon dhe na pyet pse protestoni dhe prishni imazhin e turizmit. Përgjigjja jon nga ky shesh është një klip mbijetese. Zoti kryeminist, dhe ti na flet për turizëm, ne po humbim rinin, po na zbrazin shtëpitë dhe po na shkatërrohet mjedisi. Rrugë nuk është për klikime. Kjo është revolta organike e një populli që është thyer kontrata shoqërore. Sepse nuk mund të përshkruhet gjendja e secilit prej nesh. Po zbarkojnë mijëra qindra shqiptar, e ne bashkojmë drejt tyne. Kja është e vetmja mundësi, ku për herë të parë e gjithë bota ka mundësi me pa ftyrën e vërtet shqiptarve, dhe nuk është ftyra që këto pushtetarë për 35 viteve kanë dashur mi tregu botës. Dorëheqje! 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 Pas më shumë se 3 orësh qëndrimi para kryeministrisë, protestuesit kanë nisur marshimin e tyre në pikat kryesore të kryeqytetit. Me thirrjet për dorëheqjen e kryeministrit Rama, protestuesit u kanë bërë thirrje të gjithë qytetarëve të vendit që t'i bashkohen marshimit të tyre. Ndërkohë, protestat antiqeveritare kanë vazhduar për ditën e disatme radhe edhe në Korçë, Gjirokastër dhe qytete të tjera të Shqipërisë.